Polonia në teren NATO-s ka ngritur nga urgjencë në fluturim avionut luftarar gjatë natës pasi Rusia kreu sulme me rrezet e gjatë në Ukrainën perëndimore. Sa ushtria e Varshavës, Ministre e Mbrojtjes së Ukrainës tha se Rusia kishte nisur një sulm masiv ndaj Ukrainës gjatë natës, duke përfshirë lëshimin e raketave të lundrimit dhe balistike si dhe dronëve. Të paktën 9 persona u vranë në Kiev dhe më shumë se 70 tjerë u plagosën, thanë zyrtarët Ukrainas. Sulmet ruse me raketave dronë në Ukrainë kanë prekur her pasere në vendet e NATO-s si Polonia dhe Rumania, të cilat kufizojnë me Ukrainën. Antarët e NATO-s janë të detyruar kolektivisht i përgjigjen me forcë të plotë sulmeve ndaj një vendi të aleancës. Dronët dhe raketat që hyjnë në hapësirën ajrore të NATO-s nuk janë trajtuar si sulme ndaj aleancës deri tani, por autoritetet polake kanë ngritur avionët në fluturim disa herë në javët e fundit për shkak të sulmeve ajrore të Moskës në Ukrainë. Të njëjtën, Komanda Operative e Forcave të Armatosura të Polonisë shkroi në një postim në X se ushtria e Varshavës dhe forcat e tjera të NATO-s ju përgjigjen avionëve me rrezet e gjatë veprimit të Rusisë, që kryemin sulme mbi objekte të vendosura ndër të tjera në Ukrainën perëndimore. Polonia ka ngritur avionët luftarar dhe ka vendosur në gatishmërinë më të lartë sistemet e mbrojtjes ajrore, në ato të zbulimit për të mbrojtur territorin e NATO-s në kufi me Ukrainën, tha Varshava.